Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kemi arritur kësaj radhe pja fillojnë në hadithit të 10. Ato janë 40 ose 42 ose 43 hadithe, ndërsa na pja fillojnë në hadithit të 10. Hadithi 10 që e ka tubu Imam Neveviu gjendet në koleksionin e Imam Muslimit dhe vende të tjera, po mjafton me thonë në Muslim. Dhe hadithi vjen prej Ebu Hurajrës. Dhe kësaj radhe na për transmetuesin nuk do të flasmi për shkak se kena fol në hadithin e kaluar, kena fol për transmetuesin se ka qenë Ebu Hurajra. Por nëse kena fol një herë për transmetuesin e hadithit, tani nuk e përsëritmi më. Edhe fillojna drejt në hadith. Dhe tha Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë: Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Allahu azza wa jalla është i mirë. Allahu azza wa jalla është i bukur. Dhe nuk e pranon vetëm të mirën edhe të bukurën. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Edhe Allah azza wa jalla atë çka i ka urdhëruar besimtarët, me të njëjtën çështje i ka urdhëruar edhe pejgamberët. Atë çka i ka urdhëruar besimtarët, njerëzit e thjesht besimtar, me të njëjtën i ka urdhëruar edhe pejgamberët. Sikur që tha Allah azza wa jall, pejgamberi është citu fjalët. Sikur që tha Allah azza wa jall, ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O ju të dërguar, hani prej të mirave që na ja kemi dhënë, që janë halal, edhe bëni vepra të mira. Gjithashtu tha Allah azza wa jall, kur flet këto e pruni këtë ajet pejgamberi alayhis salam për pejgamberët. Me na tregonive se urdhri i njëjtë për të mirën, për me hangër të mirën dhe halalin është si për njerëzit e tjerë, si për pejgamberët ka qenë njëjtë. E pruni ajetin e parë dhe pejgamberi e pruni ajetin e dytë ku tha: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar. Ajeti i parë o ju të dërguar. Ajeti i dytë, o ju që keni besuar. Hani prej atyre të mirave që janë halal, që na ju kemi furnizuar me to. E pastaj pasi që i lexoj pejgamberi këtu dy ajete, tha pejgamberi alayhis salam thumma dhakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar. E përmendi pejgamberi alayhis salam njëri që e kishte zgjatë udhëtimin e tij ose kishte marrë një udhtim dhe për udhtimin të madh i ju kishin shprishur flokët e tij dhe ju kishin pluhurosur. Yamudu yadayhi ila as-sama, ya rabbi, ya rabbi. Edhe i ngrit ka ai njeri, tregon pejgamberi për çat njeri tash. Tha, kishte marrë udhtimin e gjatë dhe i ngrit ke dur përpjet nga qielli dhe thoi o Zot, o Zot. E pejgamberi po thot: "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram." E ushqimi i tij ka qenë haram, i ndaluar. Edhe pija e tij që ka pi ka qenë ndaluar. Wa ghudhiya bil haram, edhe ka qenë gjithë i ushqyer me haram. Fa anna yustajabu lahu. E si ti përgjigjet atëherë Allahu atij. Kjo është konkluza hadithit. Pra tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith. Hadithi fillimisht neve ka shumë këshilla që na drejtohet hadithi. Se unë herë që lexova hadithin veç bukfalisht, e tash ti shkojnë me kapak sqarime të vogla. Hadithi neve na ban me dije me shenjë se besimtarët duhet të kenë kujdes në ushqimin e tyre. Besimtarët duhet të kenë kujdes në ushqimin e tyre, që ushqimi i tyre dhe pijet e tyre të jenë halal. Edhe mos çuditën pse neve Zoti na ngarkoi, na kufizoi, pse kufizimin shumë e gjona dhe në atë kuptimin, vetëm se pse neve po na thet ndërsa Allah për më ta hek pejgamberin edhe këtë dyshim, përderisa ty si besimtar i thjesht ka thonë kujdes, hani halal dhe pini halal, këtë ja ka paston dhe pejgamberëve më herët. Allahu azza wa jall, kështu që ti ke nderin, që ato që ju ka thonë Allahu pejgamberëve, që ato po ta thotë edhe ty. Ndërsa hadithi na jep mësim tjetër, kjo hadith na jep mësimin se ndashti nëse dëshiron që Zoti mu të përgjigjë në doat që t'i japa Zotit, atëherë kujdes
në ushqimin tënd. Nëse nuk je i kujdesshëm në ushqimin tënd, çka han haram, edhe pin haram, Allahu nuk përgjigjet. Kështu që ndash më të përgjigj Zoti kur të lutesh, haje halal, edhe pije ushqimin ose pijet halal. Ndërsa konkluza e hadithit drejtohet për lutje, për me të mësu se çfarë sjellje me pas në lutje, ndash më të pranu lutja doaja. Allah Azza wa Jall tani na tregon, unë pe bidë sene me tregu se sa e vlefshme qenë ka duaja, për këta dhe pejgamberi po na mëson neve se si më qenë edukata jote për mu të pranu duaja tash, si edukat, po do ka me rushimin halal me pijet halal e para. E pastaj duaja ka që vlefshme qenë ka? E vlefshme shumë. Shishta Allah Azza wa Jall në Kur'an tha, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Allahu tha, dhe juve ju thët Zoti madhreshëm. Allahu ju thët juve, jo, lut muni mua, e unë ju përgjigjem juve. Kur Allahu thët lut muni, bëni dua, çka alu dan ajeti, çka tregon? Tregon se duaja si dua është ibadet, është adhurim. Veç ka e luti Zotin, o Zot falem, astaghfirullah, është ibadet në veti. Ki se vope, veç pëse po thu, po ti nashta ke po gjuna, po veç pëse po thu, o Zot falem, ki se vope për thonjen, o Zot falem. Pro doaja është ibadet, dhe për ibadetet, adhurimet, Zoti shpërblem. Për me tregu ato që pejgamberi se mësa, që i ka dhënë rëndësi lutjes, me lutë Zotin kur ki nevoj, se hadithi që e nesëm, hadithi 10, flet për me na mësu neve ke qysh me kon i edukuar në lutje. Veç për çto, ose kjo është ajo kryesorja. Hadithi që vjen prej Nu'man ibn Bashirit, një sahabi që kena pas fol për biografinë e tij këtu pak. Dhe thot Nu'man ibn Bashiri se ka thonë pejgamberi alayhis salam, ad-du'a'u huwa al-ibada. Duaja, lutja që ti ja ban Zotit, është vetë ibadeti. Është vetë ibadet. E keni vërejt edhe ibadeti më i madhi pas shahadetit është namazi. Po brenda namazit thujë lutje krejt. Se si t'ja nisë Allahu Akbar, mas pari, elhamin fish këtë t'ja nisë. Elhamit këtë t'ja nisë, ajo është lutje. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falenderimit e kanë Allahu Zotit botrave. Kjo lutje. Falenderimit të kanë ati. Ka fundi, iyyaka na'budu, ve ty o Zot të adhurojmë, wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, o Zot, udhëzon rrugën e drejtë. O Zot, udhëzon rrugën e drejtë. Po është do, kur shkosh në ruku, subhana rabbiyal azim. Është do. Kur shkosh në sejdë ose sami Allahu liman hamida, Allahu e ndëgjon lutjet e atyre që luten. Shkon sejdë subhana rabbiyal a'la. Lartë meta është Zoti ju i lartë. Është do. Për këtë namaz është do. Apo vreni? Për këtë ta pejgamberin këtë hadithin që përmend atë Nu'man ibn Bashirit, tha ad-du'a'u huwa al-ibada. Doaja vetë është ibadet. Apo do me po vetën që ti bën ibadet, edhe ty lavuro orat atje? Po. Për shembull, përmend Zotin, ban do o Zot falem, astaghfirullah. A dhe të prashit atë, astaghfirullah, astaghfirullah. Dhe të po do, je të moj ibadet. Je të mor se vopë ti të prashit në orën tënde atje. Ose të lavru me ata trakturat e mëdhaj. Ndërsa pejgamberi ku tha, doaja është vetë ibadet, pastaj vetë pejgamberi lexoi ajetin që na lexoi më lart ku tha, pastaj lexoi fjalën e Allahut, ud'uni astajib lakum, lutmuni mua e unë ju përgjigjem juve. Lutmuni. Beli Allahut Azza wa Jall nuk i pëlqen Allahut që ti mos më lut Zotit. Nuk i pëlqen atij mos më kërku atij. Allahut Azza wa Jall i pëlqen që ti më lut, ti më kërku atij. Dhe hadithin që unë e përmenda e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe të tjerë, dhe Sheikh Shoaib ka thënë hadith i vërtetë. Pastaj na ka mësuar kjo feja jonë që kur të bëjmë dua, të jemi të sjellshëm me Zotin e Madhërisëm. Bëjmë dua me bindje të fortë
se Allahu ka me na u pranu në doa. Se Allahu do të pranon doa tona. Këto e sakson ose e forcon fjala pejgamberit në hadithin që vjen prej Buhariut, tha pejgamberi sa ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Tha luteni ju Allahun edhe të jeni të bindur në atë se Allahu ka me ju përgjigj juve në dua. Luteni Allahun me bindje se Allahu ka me ju përgjigj juve. Wa alamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Tha dhe dina, tha pejgamberi, se Allahu si pranon duat, nuk i përgjigjet atij që veç ban dua dhe zemra e tij është nga flet dhe në huti. Dhe as nuk e di se çka po thot. Kjo është shumë për rasteve, për shkakun na kur i çojnë na durt, edhe veç bëjmë dua çështë a më i kena bën si vargje i kena mësu goti si përmend që ato çka lutmi, ama nuk jemi ka i lutmi ato me zemrën tonë qelë para Allahut dhe me bindje që tashmë që po i lut në Allahut, Allah ka mu përgjigj. Po veç i kena mësu si vargje, kështu edhe i thëjmë që ato. E ju kështu po thot pejgamberi dine që ku ta lutni Zotin, Allahu s'pranon dua që në atë dua që ti ban zemrën e kin gaflet, e kin huti, e kin pa kujdesi, edhe s'është asaj zemra jote hiç. Edhe këtë hadith e ka sjell Imam Tirmidhiu dhe të tjerë që Albani ka thonë është hasanun bi ghayrihi. Ndërsa njerëzit nguten kanë qef si t'ja nisin me bëu dua. Me i herë që të mu lut në xhami ose në shtëpi, që të mu lut si del që atje në sakak, me një herë mu të përgjigj doja. Qështu kanë qef. Por kjo është gabim. Kjo është sjellje ju e mirë me Zotin. Allahu i madhërisëm ai ka qef ty me të po duke bërë ibadet, adhurim. Edhe ti përderisa e lut Allahun, je ti bën ibadet. Ai nëse të përgjigjet më një herë, ti më e lën. Ndërsa nuk është etike që veç më lut Zotit edhe me i ra pishman, pse më thot çka? U luta sa u luta, ball luta. Në atë kuptimin që s'mu përgjigj Zoti, jam lut që 2-3 muaj det ose që 2-3 vjet jam lut, edhe Allahu s'po përgjigjet, ka thonë e thet pelon krejt. S'po përgjigjet, e pas ka vendosur Zoti që mos mu të përgjigj. E ka vendosur Zoti që mos mu të përgjigj dhe mos po lut na hiç. Kjo është gabim. Gabim prej gabimeve që bëhet. Pejgamberi alayhis salam tha në hadithin që transmeton Imam Muslimi, tha yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allahu azza wa jall kam ju përgjigj juve derisa ju nuk përshpejtani. Yaqul qad da'awtu rabbi falam yustajib li. Unë luta Zot derisa ju nuk shpejtani. E çish po shpejtani, po thot pejgamberi alayhis salam, ju me thonë se unë luta Zotin, s'mu përgjigj Allahu dhe pela mos po lutna. E këtij njeri Allahu mo nuk i përgjigjet. Ndërsa më një transmetim tjetër të Muslimit i than, oj dërgumi i Zotit, e çka po i bika që kjo që Allahu azza wa jall, çka po i bika që kjo që pe shpejtojna. Pejgamberi alayhis salam i tha, njëri tha da'utu wa da'utu, uluta sa uluta, e Allahu nuk po më përgjigjet, edhe e lën doon mos lutet. Këto e ka shortu dini Islam. Këti Allahu nuk ja pranon doon. Por ti për etikës sjelljes tone me Allahun azza wa jall, lutesh pavarësisht a tu përgjigjet atë apo nuk tu përgjigjet. Nëse na do ta dim se nëse Zoti të përgjigjet atë për atë, është urtësia e tij. Por rastisht që Allahu azza wa jall ta vonon përgjigjen, nuk përgjigj, amu pa të përgjigj selan. Vetëm se ndodh mu të vonu, por shumë urtësi të tjera që veç Zoti i din. Sa urtësi të shumta, edhe sot mira të shumta janë pse Zoti nuk përgjigjet. Njëri nashta për shembull, prej kur është bën me ditë, thotë Zot banë milioner. Mirë, po Allahu nashta si përgjigjet. Dhe ka një arsye, edhe të shumta dhe janë dobi të shumta atij personi që lutet ashtu dhe hala Allahu nashta si ka përgjigj. Ose njëri për shembull thotë Zot furnizon me një djalë. Edhe Allah hala se ka furnizu. Tjetër thotë Zot furnizon me një çik, me një vajzë. Hala Allah se ka furnizu. Allahu kur ta vonon këtë ngulitën e kukën tënde. Se Allahu nëse ta ka vonu hales tu ka përgjigj, është në dobin tonë dhe në të mirën tënde. Është në dobin tënde dhe në të mirën tënde, dhe këto na mësoi vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku tha
ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله. Tha pejgamberi, nuk ndodh në rrezullin të kësur dikush më lut Allahut vetëm se Allahu atij kam ju përgjigj. Atij kam ju përgjigj illa atahu Allah iya au sarafa anhu su. Nëse ju përgjigjet atij që ato shka po e kërkon, ja hek disa të këqija që kanë pasur me godit atë. Ti vetë se lutesh, për shembull Zot ba milioner, Allahu çato të përgjigjet, por ti hek sot këqija, të sot këqija që kanë pasur me të godit, vetë se ti po e lut Allahun dhe Allah hala s'po të përgjigjet. Apo e vrej në ursi sa e urt, Allahu sa i urt, Allahu ku nuk përgjigjet, sa me ursi. Pastaj bile tha pejgamberi alsam, au sarfan hu min as-su'i mithlaha. Çka sa është e madhe, nëse njëri i kërkon Allahut në diçka të madhe, po që si përgjigjet, ju hek të këqija prej atij, sa është e madhe dhe doja që ka edhe më e madhe. Qatë që ka kërku të madhe një diçka, që është të mëdhaja të këqija, Allahu ati i ahjek, thët, ma lam jed'u ma'tamin, au qati'ati rahimin, ose vetëm se Allahu nuk të përgjigjet për disa çështje. Nuk të përgjigjet nëse ti lyp me bon gjuna. O, stakfirullah, o Zot, mund sa ma ta vras filanin. O Zot, mund sa ma ta mbës. O Zot, mund sa ma të bëj një imoralitet. O Zot, mund sa ma të pi alkool. Këto janë gjunohe. Këtu Allahu Azza wa Jall nuk të përgjigjet në këtu. Ndërsa ata, ose nëse njëri thot, Allahu si përgjigjet nëse thot, o Zot, mund sa ma që mos ta sheh vllavin tem u kur. Se s'u dum ja posit. Kjo është nëse kërkon mi shkput lidhjet farefisnore që to Allahu s'përgjigjet. Ose thu, o Zot, mund sa ma babojnë ti mos ta sheh, se po mbjen jam prish me to, e ka i herë po mbjen adin me po që është si në tërshishëm, o Zot, mund sa mos ta sheh njeri më kur. Kësi Allahu s'përgjigjet. Ose për shembull, njëri një migje ka, i ka mirë, që ajo o Zot, mos ta sheh më çaton se po më shkon era, më rëndësi që si Allah Azza wa Jall nuk të përgjigjet. Edhe tha pejgamberi, fa qala rajul min al-qawmi idhan nakthur. Atëherë tha nëse kë ka puna qështu, që gjysqysh një njeri tha tash pejgamberit ishte prezent, se këqtu shka i thaj tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. E ishte një njeri aty prezent, edhe kur e ndëgjoj pejgamberin, që s'pas ka mundësi dikush në rrezullin të kësur më lut Zotit, vetëm se Allahu po ju përgjigj ka, e nëse si përgjigjet, po e heka gjunohet mëdhaja, edhe ose nëse si përgjigjet, po ja pja heka, domethënë, nëse si përgjigjen çato, shumë të këqija që kanë pas me godit, s'po e godit kanë. Atëherë kur niti që shto një prej shokëve të pejgamberit, o dërgumi i Zotit, atëherë të ka për neve veç po bojna shumë do për, u përgjigje se përgjigj Allahu. Na me shpresë që ai ka mu përgjigj. Dyqysh po na rra ka përgjigja. Edhe në zbërthimet të haditheve është nëse struk Allah ta përgjigj atë, ta hek ndaj të keq të madh që ka pas me të godit. Ka mundësi ta hek ndaj dënim që ka pas me të godit në momentin kur del shpirti. Ka mundësi ta zbut hekjen, daljen e shpirtit tanë të pamatlet. Ka mundësi ta zbut dënimin varr që ka pas me të godit. Ka mundësi ta zbut një dënim ditën e gjykimit kur del para Allahut Azza wa Jall. Ka mundësi shumë të tjera, sa që disa prej porëve të kanë thonë, bile kur dolmi para Zotit, kur ti shohmi se duat që Zoti s'na ka pranuar. E tash kur te Zoti që çito duat s'ta kanë pranuar, e përqitu që të shpërblime typit i dhënë së të këshia për të heki, kanë thonë shumë për selefit, ona shumë herë kish mi pas qep, nashta Allahu mos më na pranu kur ta shohin ato. Kish mi pas qep njerëz i kanë më thonë, sikur mos të kish mi sikur mos të ma kishte pranu Allahu asnjë prej duave, e kur tha ky njeri atë pe lut me Allahun shumë, tha pejgamberi asam Allahu akthar. E atëherë Allahu është më shumë. Që do të lutë së dush Zotin, Allahu ka më dhënë edhe më shumë. Ti nëse lut Allahun diçka, Allahu ka më dhënë edhe diçka edhe më shumë se sa që ti po e lut. Edhe kështu kuptimet e tjera që kanë dhënë kësaj pjesës të fundit të hadithit, këreqitu jem të kallzu pse pejgamberi tha banu të kujdesshëm kur të luteni, për mu të pranu duoja, tha hani halal edhe pini halal, ndash për ju pranu juve duoja. Këtë jem të fol për hadithin e 10, këto vazhdojnë inshallah herën e ardhshme. Qul qouli hadha astaghfirullah li wa lakum.